Okej, mirë, faleminderit Krishnik për momentin. Do t'i premçi. Po mendoja, po sikur në një botë utopike, le të themi, ky do të ishte një operacion për shembull i organizuar nga shteti që një person që është dhe që ka lidhje edhe me grupe të tjera kriminale që mund të jenë jashtë, ta gjurmojnë, ta lënë të lirë vetë dhe të shkojë dhe të fusin në grackë edhe të tjerë personazhe të botës së krimit. Grupin mbase ku mendohet që të kishte vetë, pra si do të ishte në një botë ideale të mendojë një operacion i tillë. Se gjithmonë shkojmë kundër shtetit. Po konkuron dhe në socialistët për palin tani. Jo që ta lëm, të bëjmë një operacion, ta bën të shteti këtë gjë. Unë nuk mund të bëj regjizorin për një film. Më film se sa ky që pam, me metrazh të shkurtër. Po edhe ta mendoj që shteti jon të bëjë të tilla gjëra, nuk e bën dot, është. Ai personi të cilit thoni ju që do ta kapi shteti, i intereson më shumë shtetit se sa Altin Ndoci. Ky që shteti nuk i futet fare kësaj pune. Pse do t'i fotë kësaj punë? Shiko, tek po fliste Kreshniku më shkoi ndërmendje një krahasim po shumë i bukur për të habitur. Ditën e parë të përmbytjes, pa ministrat me qizme, ministrin e drejtësisë që shkonte te burgu i Durrësit. Ishte përmbytur. Po pra, ministri i mbrojtjes që mbulon fushën e përgjegjësisë të emergjencave civile doli dhe tha kemi dërguar 23 forca të emergjencave civile në Durrës. Durrësi ishte përmbytur komplet Durrësi. Ai tha kemi dërguar 23 forca. Dhe kemi 2 pompa. Ishim me ca makina ushtarake që i marrin në shtëpinë, nuk i kishin montuar në asnjë vend për të evaduar ujë, po i marrin makinat në shtëpinë dhe shëtisnin nëpër Durrës. Qesharak. Ndërkohë, më kujtohet, ju kujtohet gjithë sepse është parallë shumë e madhe. Kur i hipi i nati kryeministrit Shqipërisë për 3 shpiza prej druri në Theth, vajten 400 polic, me 10 eskavator, me 10 makina ushtarake, për të pushtuar një fshat të Dukagjinit, se kishin ndërtuar 5 shtëpi prej druri. Dhe gjithë vera i shkoi shtetit shqiptar, duke u marrë me shtëpizat e drurit në Theth dhe pastaj me tendat në Tiranë dhe kanë ngel gjysma e Tiranës gërmadha, të cilat prodhojnë aluvione dhe inerte që derdhen në lument dhe shkaktojnë përmbytje. Dhe shteti nuk shqetësohet për ato shtëpijet atje. Pra, mu më ngjason sikur këto janë pak me regji, me të thënë drejtën, po jo në atë qëllimin që thatë ju. Ndoshta i intereson një largimi i këtij personi sepse e do grupi kriminal jashtë. Kujt i intereson? Dhe mund të jetë porosia e atij tjetrit që është narrativ për vete, atij e koordinatorit të botës së krimit, atij mikut kryeministit që e ka pas deri në prehër, mund të jetë porosi, mund të jetë detyrim për një grup të caktuar, e ketë sigurt që mund të jetë një detyrim i atij. Për kë? Na e thoni me emër. Po e gisa gasi moti, se ka detyrime për grupet se është paguar për këto punë për të krijuar tilla. Pra tani po e fusni pak në lëmin e politikës. Tilla zinxhire. Po mund të interesojë, mos harrojmë edhe politikës që të largohet nga zhurma, që të largohet vëmendja opinionit publik nga bëmat e qeverisë me në krye Belinda Ballukun. Sepse 2 ditë e fundit është larguar. Po afron data 22. Po. Dhe në datën 22 do ndahet shapi nga sheqeri. Çfarë do bëjmë? Gjykata kushtetuese do mbaj krahun e botës së krimit apo do dalë në mbështetje të organeve të drejtësisë?